A e dini? Sa është e sigurt rritja sot në internet? Ulëmtimet në nivelin e Bashkimit Evropian tregojnë se një në çdo 3 shfrytzues të internetit është fëmijë dhe se gjysma e fëmijëve midis moshës 11 deri më 16 vjeç përballen me të paktën një nga rreziqet në internet, si ngacmimi në internet, grabitqarët kibernetik, mashtrime, kode me qëllime të këqija, peshkim e tjerë. Nga ana tjetër, më shumë se 50% të anketuarve u përgjigjen se nuk dinë si të merren me rreziqet e internetit. Deri më 84% të rinjve në Maqedoninë e Veriut përdorin internetin për të hyrë në rrjetet sociale, krijojnë profile për të postuar statuse dhe komente në Facebook, Twitter, Instagram dhe Snapchat. Të rinjtë duan internetin dhe përdorin atë edhe më shumë se 5 orë në ditë. Interneti është një vend ku njerëzit në përgjithësi dhe të rinjt në veçanti mund të lidhen dhe të komunikojnë, të shkëmbejnë përvoja, të mësojnë, të zbulojnë gjëra të reja, të gjejnë informacione dhe të zhvillojnë kreativitetin e tyre në fusha dhe mënyra të ndryshme. Por interneti ka një anë tjetër. Qasja e lehtë në përmbajtjet e internetit shpesh përdoret për të arritur qëllime dhe interese të ndryshme që nuk janë gjithmonë të ndershme dhe pa rreziqe. Qëllime të tilla mund të jenë përfitime në profit, përhapje e një propagande, përhapje e lajmeve të rreshme, mobilizim për qëllime radikale, ngacmime në internet dhe shumë të tjerë. Tani ju e dini.